kanali Digës, që është kputur me që thate që i di të gjitha ky. A ka një përgjegjës ose një specialist atje si kam kaluar unë sot? Të gjithë mund t'i kenë edhe këta, t'i kenë se jemi përmbytur të unë i kam me balte. Rreth 500 metro edhe vazhdon ujtë akoma edhe nuk është blokuar Diga. Ka një përgjegjës apo jo? Bazën materiale unë e kam këte, po ngordin ato lopët e mia. Ka sot apo jo, le të më japi një përgjigje. Edhe si shte për politikë, unë jam 24 karate, di zonja Verë, tu jam i Parti Socialiste, në rregull, edhe këshilltarë që kam votuar unë, që votoj unë, përse nuk vinë, që ta din të terë, me një shumë mirë, kur i besës, në rregull, paman të flasin për të drejta, si stajë, nuk kam, në rregull, ky jam, edhe familja time është 24, duhet të ziresh, po t'ju thuash për pëdene, atë do t'ju ziresh, që jemi këshuja, që të gjithë. Pa aman, unë po vi po kërkoj të drejtat e mia, nuk po kërkoj të iki zonja Verë ose Topçi ose ti nga puna. Sot ka apo jo atje? Se sot kam ardhur unë. Kam paguar 30.000 lekë taksim për këte, 30.000 për grande, kush do ma paguaj ndonjëri mua? Kush? Bazën materiale kam të, a ka apo jo, ose thelpi muhabet është që ka apo jo atje, le të më thot njeri, kush do më japi? Më ja po. 500 metrë, vazhdon akoma Diga, vazhdon, edhe ka shembur, vazhdon Diga, nuk ka një përgjegjës. Vazhdon Diga. I kam edhe me video, po një përgjigje.